Ka fakte që i din të gjithë, si për shembull që dinosaurët dikur kanë ecur në tokë, por ka edhe fakte që shumica e njerëzve nuk i din, si për shembull, gjelave nuk ju dëmtojnë veshët, nga këndimi ndonse zhurma arrin në nivele që mund të dëmtojnë dëgjimin. Ata kanë tapa natyrale. Në vazhdim gjeni fakte shumë interesante që ka gjasa që nuk i keni ditur. Gjelat kanë tapa natyrale në vesh për të mos u shërtuar gjatë të këndimit. Kushdo që qëndron në fshatrat e di se në mëngjes, gjelat me shumë gjas ju zgjojnë nga gjumi. Studimet me matjen e tyre zbuluan se këndimi i gjelit është shumë i fortë dhe arrin deri në 140 decibel apo shumë mbi nivelin që shkakton dëmtimi i përhershëm i dëgjimit. Ata po ashtu zbuluan se dëgjimi i tyre ruhet sepse kur ata hapin ofullën për të kënduar, kanalet e jashtme të veshit mbyllen, duke vepruar si tapa natyrale për veshët. Nëse shkoni në hapësirën e ushqimit në rrjetin e dyqaneve Costco në SBA, mund të merrni ofertë hot dog me pije për vetëm 1.500 euro. Me kalimin e kohës, kostoja e prodhimit u rrit, por Costco e zgjidhi këtë duke hapur një fabrikë për të prodhuar vetëm sallam. Ka një restorant në New York që punson gjyshe në vend të shefave të kuzhinës. Menuja në Enoteca Maria në New York është paksa e pazakontë, pasi gjysma e saj është një menu fikse italiane, ndërsa gjysma tjetër ndryshon çdo ditë. Kjo sepse çdo ditë vjen një gjyshe tjetër, jo vetëm me një menu të re, por edhe me një kuzhinë krejtësisht të re. Pronari vendosi ta drejtojë restorantin në këtë mënyrë, pasi kishte humbur të gjitha figurat anëtare në jetën e tij dhe donte të rikujtonte ndjesinë e të ngrënit në kuzhinën e gjyshes. Një gorill e hirt mund të ngrejë peshë deri në 815 kg. Një gorill si Silver Black mund të ngrejë peshë deri në 815 kg. Sa për krahasim, rekordi botror i peshëngritjes është pak mbi 500 kg. Kjo nuk duhet të jetë ndonjë surprizë, pasi gorillat janë primatët më të mëdhenj që ekzistojnë aktualisht. Në Singapur, kur mbush 21 vjeç, regjistrohesh automatikisht si dhurues organesh. Akti i transplantit të organeve njerëzore u prezantua për herë të parë në vitin 1987 për shkak të nivelit jashtëzakonisht të ulët të dhurimit të organeve. Vetëm nga viti 2009, qytetarët dhe banorët e përhershëm regjistrohen automatikisht si dhurues. Mund të heqësh dorë, por ndoshta nuk do të dëshiroj këtë, pasi do të renditeshe më poshtë në listën e pritjes nëse të nevojitet një transplant. Vizitorët e një prej ishujve të Hawaii mund të marrin një qen strehe për aventura një ditore. Nëse shkoni në Hawaii, mund të merrni një qen nga strehimorja dhe ta çoni për shëtitje në plazh, në ecje malore ose thjesht të shëtisni rreth ishullit, shkruan The Fact Site. Çdo qen mban një lek të zakonshëm që tregon se është pa adoptim. Qen gjithashtu bëjnë ushtrime shumë të nevojshme dhe pastaj kombinohen me jelekun, i ndihmon vendasit t'ia adoptojnë. Vezët e peshqeve mund të mbjetojnë edhe pasi hahen nga një ros. Vezët e peshkut mund të çelin edhe pasi hyjnë nga njëra anë dhe dalin nga tjetra. Jo të gjitha speciet e peshqeve mund të mbjetojnë një udhëtim të tillë dhe edhe atëherë jo të gjithë vezët dalin në gjendje të bërsosur. Megjithatë, kjo është një shpjegim i asaj se si pellgje dhe liqene në dukje të zymt e pa gjallësa papritur mbushen me peshq. Më shumë se $700 milion në kanaçe alumini hidhen çdo vit nga Amerika. Alumini është një nga materialet më të riciklueshme në treg dhe gjithashtu më i vlefshëm, pasi alumini është relativisht i rrallë, por përdoret në shumë fusha, nga kanaçet e pijeve deri te aeroplanët. Pavarësisht sasisë së madhe të aluminit të humbur nga kanaçet e hedhura, më shumë se 75% e gjithë aluminit të prodhuar në SBA është e ricikluar dhe vazhdon të pastrohet. Dritët e Arktikut mund ta shohin botën në drita ultraviolet. Ndërsa ne nuk mund të shohim dritën ultraviolet, dritët duket se kanë zhvilluar këtë shqis. Pasi u zhdukën në Arktik, atyre me shumë gjas ju është krijuar një aftësi për t'u ndihmuar në një botë që përndryshe do të ishte shumë e ndritshme dhe e bardhë.